Të dashur miq, jemi sërish së bashku dhe jam këtu në studio me trajnerin Vildas Aliu dhe ndihmës trajneri Labinot Musliu të klubit futbollistik Arsimi, të cilët tashmë janë edhe në ligën e parë, kanë hyrë një shkallë më lart, nga liga e dytë kanë kaluar në ligën e parë në aspektin e futbollit. Faleminderit një herë që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Do doja që edhe për shikuesit tanë t'ju jepnim një ide se kush është klubi futbollistik Arsimi i Çegranit. Okej, do filloj unë atëherë. Klubi futbollistik Arsimi nga fshati Çegran është themeluar në vitin 1973 nga arsimtarët e parë të asaj kohe, të cilët kanë punuar dhe vepruar në shkollën fillore përparimi fshati Çegran, dhe nga ky fakt edhe kanë pagëzuar emrin e klubit me Arsimi, që kanë shumë lidhshmëri njëra me tjetrën. Sigurisht ideja dhe qëllimi atyre ka qenë për shkak se në atë kohë teknologjia nuk ka qenë këtë nivel ose s'ka ekzistuar fare, dhe gjithë ato të ri të fshatit të rrethinës, fshatrave përreth, Forinës, Çajles dhe Merat, kanë dashur që të krijojnë një fole ku do të mundet të ri të argëtohen, të zbaviten, sepse nuk kanë pas me çka më marrë tjetër. Dhe mendoj se nga ai moment e deri më sot klubi jon ka një gjatësi jashtëzakonshme, ku tash ne jemi në 52 vjetarin e themelimit të tij. Sigurisht për tërë deri këtu kanë kontribuar gjenerat pas gjenerata, ose brez pas brezi, dhe sigurisht lidhet me temën e emisionit tuaj, është dashur shumë energji. Shumë energji nga shumë njerëz të ndryshëm, qoftë ato donatorë të vendit, ose mërgata janë e nderuar, po edhe njerëz tjerë të cilët kanë kontribuar në mënyra të ndryshme, si në logjistikë dhe me radhë, kështu që ne jemi shumë të lutur që tash na ka ra fati ose mundësia që klubin ta ngrisim në nivele shumë më të larta se çka qenë atëherë. Prandaj mendoj se është dashur një energji shumë pozitive dhe këtë kanë pas gjithë banorët e fshatit Çegran, dhe Arsimi për ne, ose për ato, është një simbol shumë i veçantë. Dhe këtë simbol jemi munduar të arruem, të rishikojmë, kultivojmë gjenerat mas gjenerate, dhe sot jemi shumë të lumtur që klubin tonë të zemrës ta shohim në kategorinë më të lartë të futbollit vendor, siç është Liga e parë. Theksua dhe ju se është themeluar në vitin 1973, atëherë kur shumë gjëra kanë qenë ndryshe nga sot. Nga ajo se çfarë keni dëgjuar, a kanë qenë fillimet e vështira ose kanë qenë të gjithë entuziast për diçka të re të krijuar në këtë zonë dhe interesi ka qenë në nivel ashtu siç edhe kanë dashur ata që të jetë? Po, shumë pikje me vend, po mendoj çdo diçka e re kur fillon ka energji dhe entuziazëm, dhe kjo besoj nuk u ka munguar atyre. Por për fat mirë, jo vetëm atëherë. Çdo vit, në çdo kohë, ka pas njerëz të cilët kanë kontribuar për këtë klub që mos shuhet asnjëherë. Domethënë kjo është një arritje shumë e madhe, sepse ka pas edhe klube tjera të cilët janë themeluar në ato kohë, por tash nuk ekzistojnë ose ka pas shuarje, pastaj janë riaktivizuar. Që do të thotë se kjo klubi nuk ka qenë një gjë e tillë. Domethënë që nga themelimi, nga ajo kohë deri më sot, klubi nuk ka pas asnjëherë shuarje të aktivitetit, dhe kjo është një meritë e veçantë e gjithë banorëve të fshatit Çegran, që kemi erdhur deri këtu dhe sot ta gëzojmë këtë kurorëzim ose këtë arritje të cilën është janë zakonshme, siç e thamë edhe në fillim. Duke marrë parasysh kushtet e sotme, ju përmendët se në atë kohë normalisht nuk ka qenë dhe teknologjia dhe të gjithë janë mbledhur në një vend, dhe këta e kanë shfrytzuar si një mundësi të artë për të shoqëruar, për të kaluar kohë të lirë dhe kështu me radhë. Në qoftë se sot do ishte themeluar, mendoni se do kishte këtë sukses? Si mendoni? Do doja një mendim nga të dy, duke qenë se... Do doja të ndërlidhem pak këtu, pikërisht edhe me juve edhe me Vildanin, sepse shpesh në futboll përdoret ajo shprehja më shumë se një klub, sidomos në klubet e mëdha evropiane, dhe e cila jep një mesazh shumë të fortë. Pikërisht klubi është themeluar, shumica e klubeve shqiptare ose kohët të cilët kanë qenë të themeluara, e në veçanti klubi i futbollit Arsimi, ka qenë i themeluar nga arsimtar, nga mjek, edhe nga profilet të ndryshme të cilët kanë qenë gjenerata e parë e njerëzve të shkolluar të asaj pjese. Dhe nuk ka qenë vetëm ideja e zhvillimit të sportit, por ka qenë edhe më shumë se kaq, nga arsyeja se dim çfarë pozite kanë gëzuar në shoqëri shqiptarët, cili ka qenë pesha, cila ka qenë pozita, dhe nëpërmes këtyre organizimeve kanë dashur sikur të japin një mesazh, sepse ja edhe ne shqiptarët dim të organizohemi në forma të ndryshme, dim të bëjmë edhe sport, edhe dim të jemi të barabartë me çdo etnitet tjetër i cili jeton në këto vende. Dhe fal Zotit edhe fal mbështetjes të gjithë entuziastëve, të gjithë sportdarësve, të gjithë banorëve të asaj ane, si fenomen do thoya, sepse në të vërtetë është fenomen, sepse ka përcjell faza edhe momente shumë të vështira, sot është zhvilluar në një nivel të cilën
çdo kush në atë periudhë sikur ta kishte ofruar do ta kishim nënshkruar me të dy duar. Sepse është në të vërtetë një ndjesi shumë e bukur të flasësh sot për Arsimin si një ekip e elitës së futbollit vendor. Dhe ne shpresojmë që ta gëzoj gjatë këtë titull. Kanë qenë vitet 2000 të cilat po ashtu kanë qenë të vështira. A mund të themi se kanë qenë pikërisht këto vite atëherë kur është ringjallur edhe është rikthyer ndoshta fuqishëm ose ka marrur më tepër vrull klubi futbollistik Arsimi, si mendoni ju? Mendoj se ka qenë pak e vështirë për shkak edhe konfliktit që u kriju ashtu në vendin tonë, po edhe konflikti që u kriju në shtetin anë Kosovë dhe sidomos u vështirësoi çështja në ato kohë. Edhe ishte shumë vështirë për të lëviz, sepse normal, klubi është ballafaqohet edhe me kundërshtar tjerë, të cilët janë edhe të palës tjetër, por nuk ka pas shumë probleme të theksuara shumë deri etnike. Sido, ekzistonte pak rrezik, por unë e di se kam qenë vetë futbollist në atë kohë, çdo i ri e mirë të guximin që të vinte ta prezantonte fanelën e klubit në çdo stadium ku paraqiteshim. Ishte vështirë, por besoj se me një vendosmëri të lartë dhe me një dëshirë dhe me një guxim shumë madh, ne nuk e lam klubin asnjëherë që në mëshirën e fatit, por gjithmonë jeshim në gjendje të kontribuojmë që të ketë vazhdimsi realisht klubi. Aso kohë kur keni qenë lojtari i këtij klubi, a keni menduar ndonjëherë se do ishte trajner? Por të jemi sinqert. Ose ishte synim kryesor ky? Po, për shkak se unë edhe si profesion e kam sportin, tash jam profesor i diplomuar i kulturës fizike dhe e kam pas si synim me qenë këtë pjesë, po sigurisht për me i kalu të gjitha etapat njerë si futbolist, nuk kemi pas mundësi me u zhvillu në nivele shumë profesionale, për shkak shumë rrethanave të cilët ndoshta në një emision tjetër do t'i përmendim. E kam pas si ëndër dhe realisht falënderoj Zotin që më ka dhënë shëndet, guxim, kurajo, vetbesim që sot jemi në këto nivele. Po ashtu kemi, përveç suksesit të fundit të këtij klubi futbollistik, ne kemi dhe arritje të tjera, cilat mund t'i numëroni, duke qenë se dhe pse një klub me vështirësi siç e përmendët, gjithsesi ka pasur arritje të shumë numërta. Më paraprakisht, përpara se të përgjigjem kësaj, do doja të shtoj më ngacmoj sigur situata, sepse Vildani është pikërisht nga Çegrani, unë vim nga Forina. Forina dhe Çegrani janë dy fshatra shumë të afër edhe në futboll kanë pasur çdo herë rivalitet. Po, në fushën e gjelbërt ne shumë vite kemi qenë kundërshtar. Mirëpo sot unë jam 2 vjet pjesë e stafit teknik të klubit futbollit Arsimi. Vildani ka qenë lojtar dhe ka qenë pas mbarimit të karrierës futbollistike ka punuar si trajner, ndërsa unë jam bashkëngjitur klubit që 2 vjet. Kemi thirrë shumë stereotipe, të cilat jo që kanë qenë ndonjë rivalitet negativ, në konotacionin pozitiv, edhe i kemi bashkuar forcat dhe mendoj që realisht edhe ka qenë një ndër ato urat lidhëse të këtij suksesi historik, sepse ndryshe është kur veprojnë 2-3 më shumë persona me të njëjtin qëllim dhe mision, dhe ndryshe është kur nuk janë në numër më të lartë. Mendoj që ky klub çdo herë ka transmetuar një energji pozitive, ka transmetuar korrektësi dhe ka transmetuar fair play, mirë po rezultatet edhe sukseset më të mëdha janë përpara 3 viteve kur u ngjit nga Liga e 3 në Ligën e 2 republikane, që realisht ka qenë një merit shumë e madhe gjithë futbollistëve, sidomos e trajnerit aktual të asaj kohe, Vildani, që është një miku im i vjetër. Pastaj në sezonën e parë kanë mbaruar, atëherë unë nuk kam qenë pjesë e ekipit, po gjithsesi kam ndjekur në çdo ndeshje në pozitën e 9. Pastaj sezona kur filluam bashkëpunimin dhe kur filluam të punojmë bashkë, sezonin e kaluar do thotë përfunduam në vendin e 4, ndërsa këtë vit patëm fatin që të jemi në pozitën e dytë dhe të ngjitemi në ligën e parë republikane të vendit tonë. Dhe kjo nuk mendoj se është e gjitha nga shkaku se përveç rezultatit edhe qëllimit të arritur, neve kemi prodhuar edhe futboll i cili nuk e ka kategorizuar, do thot këtë e them jashta modestisë sime, asnjë ekip tjetër në ligën e dytë, dhe janë munduar të prodhojnë shumë pak ekipe në ligën e parë, sepse çdo herë kemi punuar në parimin, neve nuk duhet të na ndjek nga tribuna dhe të na aplaudoj ndonjë Çegranës, Forinës apo ndonjë nga Gostivari, por duhet të jemi simpatike ndaj dikujt i cili është neutral për ekipin tonë. Dhe gjithë kjo të bëhet në një formë
shumë të bukur, shumë koherente dhe shumë pasionante për atë i cili vinë nga tribunat të na ndjek ndeshjet. A ishte ky sukses i pritshëm nga ana juaj? Në parim, në fillim të kampionatit, duke ditur se çfarë ekipe kemi ndërtuar, çfarë forme do aplikonim futbollin nëpërmes ideve tona të cilat i përcjellim tek futbollistët, nuk është se kemi pasur ndonjë ambicie për të ngjitur. Do thotë qëllimi ka qenë që të jemi ndër 4 ose 5 ekipet më të mira në ligë, po në fal Zotit edhe fal futbollistëve tonë, të cilët me të vërtetë kanë bërë punë të mrekullueshme. Nga 4 ndeshjet e para neve morëm pikat maksimale nëse nuk gaboj, edhe në këtë moment duke pa se kemi cilësi, kemi kualitet edhe kemi motivin e lartë tek lojtarët, tek mbështetësit, tek kryesia, e sidomos tek diaspora, e cila është një shtytës kryesor i ekipit tonë, neve sigur na u dha kryo një ehon e cila në fund rezultoi të jetë shumë e suksesshme. Kemi tashmë një kurorëzim të këtij klubi, por cilat janë planet e së ardhmes për ta përmbyllur tek këtë bisedë? Do isha ndërlidhem pak edhe me bisedën e Lavinotit përpara se me u përgjigj në pyetjen tuaj. Momenti që në vitin 2021 morëm guximin për ta inkuadruar klubin në një ligë më lart nga ajo e treta në të cilën ishim, sigurisht një gazetar më pyeti kush janë planet e së ardhmes. Edhe ne si ekip e re, që për herë të parë në historinë tonë, 50 vjeçare inkuadroheshim një rang më lart, ishim domethënë që të ndërtojmë një ekip stabile, ku do t'u japim hapësirë disa gjelboshave të ri, me disa lojtarë të cilët kanë një përvojë të jashtëzakonshme në futbollin vendor, të bëjmë një kombinim që atë kombinim pastaj mundet dalë vit pas viti ta ngrisim edhe një nivel më lart. Dhe ne jo që e ndërtojmë këtë, por jo prej asaj që planifikojmë, por edhe shumë më herët edhe shumë më shpejt e realizojmë. Do të thonë në vitin 2022 unë gjitëm në ligën e ditë, pastaj tash në vitin 2025 brenda 3 viteve erdhëm në një situatë kur tash klubin e ngrisim në elitën më të madhe të futbollit vendor, siç është liga e parë. Shpresojmë që sukseset të mos ju ndalen kurrë dhe të jemi gjithmonë këtu së bashku për të folur për sukseset të tilla të klubit futbollistik Arsimi. Ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit tonë sot, ishte kënaqësi. Sukseset edhe një herë dhe urime për këtë arritje. Faleminderit shumë.